Vendodhja e Ermal Beqirit në Francë ishte zbuluar nga hetuesit e SPAK para incidentit të 24 korrikut, kur dhe ai u ndalua gjatë fluturimit me avionin privat. Këtë të shtunë, prokuroria e posaçme ka bërë publike të dhëna që lidhen si me gjurmimin e tij, ashtu edhe me pasuritë kriminale të zbuluara në Francë në emër të biznesmenit që akuzohet si një prej drejtuesve të grupit kriminal të Akshit. Teksa sqaron se shpallja në kërkim ndërkombëtar e Ermal Beqirit dhe Ergy Sagasit ishte kërkuar që në 24 dhjetor të vitit 2025, SPAK sqaron se u vu në kontakt me autoritetet franceze afro një muaj më parë, nisur nga informacionet operative për vendodhjen e Beqirit. Më 19 qershor 2026, prokuroria e posaçme SPAK kontaktuan Shërbimin e Sigurisë së Brendshme në Tiranë për të kërkuar mbështetjen e autoriteteve franceze në gjetjen e shtetasit Ermal Beqiri në kushtet kur nga informacioni disponuar dyshohej se ky shtetas ndodhej në territorin e Republikës Franceze. Në momentin e kësaj kërkese, shtetasi Ermal Beqiri ishte subjekti i njoftimit të kuq të Interpolit të lëshuar me kërkesë të autoriteteve gjyqësore shqiptare për qëllim arrestimin dhe ekstradimin e tij. Brenda një kohe të shkurtër, autoritetet franceze konfirmuan se Beqiri ndodhej në Francë dhe u bë e mundur evidentimi i pasurive miliona euroshe. Hetimet e mëtejshme të autoriteteve franceze konfirmuan këtë informacion dhe identifikuan disa asete me origjinë kriminale të ndodhura në Francë, veçanërisht llogari bankare me një vlerë totale prej mbi 2 milion euro, 2 apartamente, u evidentua blerja e një kështjelle në departamentin e Oise, rreth 2.6 milion euro, mjete motorike e tjerë. Për këto pasuri, SPAK ka kërkuar konfiskim ndërsa ka bërë me dije se nga kontrollet në disa ambiente të Beqirit në Francë janë gjetur materiale me vlerë për hetimin. Hetimet financiare po zhvillohen paralelisht për të mundësuar sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurive kriminale të identifikuara në territorin francez, në kuadër të mekanizmave të bashkëpunimit ndërkombëtar gjyqësor. Me kërkesë të prokurorisë së posaçme, autoritetet franceze kanë kryer kontrollin personal si dhe të disa ambienteve në pronësi të shtetasit Ermal Beqiri, ku janë sekuestruar sende që vlerësohen me interes për procedimin penal. SPAK i ka dërguar në mënyrë zyrtare Ministrisë Shqiptare të Drejtësisë që t'i përcjellë autoriteteve kompetente të Republikës së Francës kërkesa për ekstradimin nga Republika e Francës në Republikën e Shqipërisë të shtetasit Ermal Beqiri. Të dhënat e SPAK rrëzojnë akuzat e kryedemokratit Berisha se 4 muaj më parë, pasi ishte dhënë masa e sigurisë për Ermal Beqirin, për të nuk kishte ende një urdhër arresti ndërkombëtar. Sipas SPAK, masa e sigurisë nga GKKO u miratua më 17 dhjetor 2025 dhe 7 ditë më vonë SPAK kërkoi të shpallin në kërkim ndërkombëtar Ergy Sagasi dhe Ermal Beqiri. SPAK sqaron se shpallja në kërkim ndërkombëtar është pasqyruar edhe në databezin e Interpol Tirana me njoftim të kuq.